unë ndoj që me shumë vëmendje ishte pikërisht kjo temë. Ai ka qenë linear në fjalën e tij, kur erdhi këtu shpërtheu. Pra kishte diçka që s'e mbante më. Ironia e fatit ne po hymi çik më përgjithësisht, do t'i lodhim njerëzit. Po. Ironia e fatit është që e prezantoi një ish kryeprokuror. Po. Dhe tani na del prokurori aktual që e kanë kurriz tani këtë punë, i cili për mua nuk është se bëri një çudi, po thjesht ishte i vërtetë. Edhe u duk që ata i la atje pa përgatit. Nuk ishin gjendë të jepnin shpjegim. Edhe pse janë politik bërësit më të mëdhej sot në Shqipëri, domethënë. Unë, qofse jam përgatit në herë, domethënë ka qenë kjo dita sotme. Edhe çka kam parë nga kodi, edhe ai tha një fjalë me rëndësi. Pra teknika juridike në hartimin e ligjit, që ka disa nën pika. Teknika juridike në interpretimin e ligjit dhe teknika juridike në praktikë. Tani gjitha këto është pikërisht për ato që tha zotëria atje. Ky kodi jon nuk është i vjetër, se këta thonë është i vitit 95. Unë kam krahasuar gjithmonë, në punët time, më ka lidh punët të krahasoj gjithmonë me kodin gjerman. Ai është i vitit 1871. Dhe 1800? 300 ca nene, po. Është amenduar qindra herë. Po. Sidomos për gjatë luftës dytë botërore çik më pas, pra është tregu agresiv pasar rikthyer. Po çfarë ka ai kod në krahasim me ne? Ky kod jon e le evaziv shkeljen e të drejtave të njerëzit. Mënyra si i shton ti vepra penale kaq shumë, ti tregon që ke qëllim represiv burgosjen. Kurse kodi gjerman, që është si ne, edhe funksionon mrekulli, dhe për më tepër që kodi ecën krahas edukimit të popullsisë. Pra mirë ti që s'ke kohë, mënyrë si do ta fuzësh fuqia të kod, të përgatisësh nga e para, se kjo do të procedurën e vetani, ky kod. Ta mësojnë tani prokuror, të gjykojnë me të kod, pra hajde ti mësosh tani, po dhe popullsia. Edhe mësuesit duhet të tregojnë tani, edhe edukatorët e shkollës, edhe prindrit, ore kjo është vepër penale, nuk e din. Pra ti fut në kjo shokak, edhe ka shumë mundësi ta bësh të pa zbatueshëm atë kod. Pra ti në vend që ta kriminalizosh një vepër, ti e nxjerr gjithë kodin, gjithë drejtë penale nga loja. Po kush është rëndësia e veprës penale gjermane? Nuk është dënimi. Po. Është radhë parë riabilitimi dhe ruajtja e rendit publik juridik që kanë ata. Ne, me mënyrën se kemi hartu kodin në thelb, pra ne që nuk kemi pavarësi intelektuale, siç na kanë thënë, ne shohim që këtu është dënimi. E dyta, nuk mund të shkosh shoqëritë civilizuara duke shtu dënimet. Çfarë është e rëndësishme në Shqipëri, domethënë? Të shtohen dënimet e krimi kundër jetës. Këta kanë parashikuar që këta usallar që kanë bërë 30-40 vrasje, që ju dihen 5, po si ju dihen 35, ta dhe dalin për sjellje të mirë, se është shkruajnë pas 35 vitesh, nuk e di nëse është një kod që është aplikohet në Europë kjo gjë. Jo më shiko. Ta po mund të flasin në emër të Europës, ta s'kanë jetuar ditë në Europë. Këta na tregojnë Europën tani, ata s'na tregojnë Tiranën, jo Europën. Po tani kjo është për dashu. E dyta, shoqëria jonë ka filluar të kriminalizohet në mentalitet. Pra, njerëzit kërkojnë të shkojnë ato vende pune, lënë profesionin për të cilin kanë mbaruar, ku ka tendera. Ku ka tendera më? Dhe merr çdo grup që ngrihet atje për vlerësim ofertash, për fondi limit. Ata e për t'i dënu të parë, bile. Diçka që bën 10 lekë, ta bën 1 milion lekë direkt. Edhe këto raporte janë, se unë nuk flas kot domethënë. Edhe pastaj ato certifikime teknike të tjerë, të gjithë ta lën profesionin për shku këtë tendra. Po ne kemi krijuar mentalitetin që këtu vjedh sa dush, s'ka problem. Ndaj lyë qerrën atje. Kjo vepër në vend barazohet për momentin e zhbërjes morale të këtij vendi. Në vend barazohet me tradhti kombëtare, kjo s'promodet hiç për tu. Për kë e thua, për korrupsionin? Për korrupsionin. Këtu tani ndalen pak me ty, se më thua është shumë represiv, pastaj thua ta bëjmë represiv. Se këtu është diskutim. Kimi ne mësim. Në qoftë se do ta bësh korrupsionin tradhti kombëtare tani. Kur flasit gjatë, mos e thuj të. Po them që ti shton vepra penale, kot po tani, nuk e përshëndetëm mirë ne kryetarin e bashkisë e për marrë shembull. Po veprat penale mbi të cilat është deformuar shoqëria jonë. Është korrupsioni, po thua. Korrupsioni dhe dera ku hyn korrupsioni që fillon, për mua pse kush duhet të ishte bërë ekstrem, shpërdorimi i detyrës. Edhe sidomos që në karrierë.
këta kanë marrë peng, tani dy zullap të politikës, kanë marrë peng administratën tu. Pse se ruajmë administratën ne? Pra, duhet ja dish për nder, o këti të bësh karrierë në shtet. Dhe njerëzit nuk duhet shkojnë me kërkohet i leja, se ka menën. Jo, po edhe në ndërhyrje mund ta bëj, se kur the aty... Ai për ta përforcuar ka, se ka për... Ndoshta vepër penale për largimin e pajisur nga puna. Po, ata kanë pajisur, vite që themun. Shpërdorim detyre, këto po them, kur ti e heq, ai krijon dhe dëmin, është pikërisht atë që kemi parashikuar ne tani, edhe nuk ja vetë dëmin atij që ka hequr dhe për vepër penale, kam kaq kohë dhe mbas meje ka filluar Henri Bale e përsërit në çdo stacion televiziv. Tani pritet se kom marru. Gjitha këto vepra penale që lidhen me politikën, me korrupsionin, këto duhen parë dhe duhen krijuar lidhje. Por ne nuk kemi atë lidhje në atë gjuhën lakonike që ka kodi gjerman. Ne kemi tani me këtë kodin e ri... Po më thuaj pse bëhet pra pse vjen ky kod, me një fjali. Ata thonë, merruni, ke parasysh si pune merë diskutoni. Qimes së shejtanit. Që thot s'do hyjë në fuqi ky kod. Ajo dha qimes shejtanit për të detuar që nuk detonin dot, që e kputi diku këtej nga sjetullat, ta merruni me këto, edhe mos paçi kokurt merreni me ne. Indrit, gjërësisht do ja fjalën, po me një fjali, pse vjen ky kod nga politika? Qeveria më merr po jetë gjithë turmën, po jetë këtë derë prokurorisë. Një fjali, më thot